Pasuria e dytë më e madhe që kanë muslimanët mas besimit në Zot jemi ne, janë lidhje që kemi ne me njëri tjetrin. Kjo është arsyeja që profeti alayhis salam nuk ka toleruar as pak kur ka parë që mes muslimanëve, mes besimtarëve të parë ka hyrë sadopak përçarja. Është mërzitur dhe kanë thënë lerëni atë se i vjen era kërm, është për ignorancës kur ka parë që zemrat kanë filluar të urrejnë njëra tjetrën, të largohen për njëra tjetrës, ato se ka toleruar kur profeti Muhammed alayhis salam. Kjo është forca më e madhe që kemi ne sot mas besimit në Zot, është vllazëria, lidhje që kemi ne me njëri tjetrin. Ummet është fjalë e madhe. Por parsisht ummeti nuk është në numra, është në zemër dhe në shpirt, janë lidhjet, prandaj them sa bukur është ta përjetosh safin e namazit në zemra. Zemrat futen në saf. Të gjitha drejtohen mbas zemrës imamit, drejtohen tek kënaqësia Allahu xhalleshanu. Mund të kemi mendime të ndryshme, interesa të ndryshme, por ajo që na bashkon ne është shumë herë më e madhe se sa ajo që na ndan ne. Çfarë thot Zoti në Kur'anin famlar, prap në lidhje me situatën tonë, mos u përçani me njëri tjetrin. Mos u konfliktoni me njëri tjetrin, sepse do të dështoni dhe do të largohet fuqia dhe forca juaj. Madje disa dietar, komentator thonë, do të ikën era juaj, do të ikë dhe era, pas do keni as fuqi, as era s'do t'ju vijë më. Edhe Kurani nuk ka thënë mos keni mendime të ndryshme. Mos ka thënë mos keni divergjenca, sepse jemi njerëz, kemi mendime të ndryshme për çështje të caktuara, kjo është normale. Mandë kjo është pasuria që i ka dhënë Zoti këtij ummeti, me mendime të ndryshme, që 1400 vite kanë shkuar me njëri tjetrin, por ka thënë wala tanaza'u. Kjo niza është komplet gjë tjetër, është ku të përçahen zemrat. Momenti që përçahen zemrat, që urrehen zemrat, që shtyjnë fort njëra tjetrën dhe që kanë siklet për ati që kanë në krah, atëherë Allahu xhalleshanuhu jep pasojën tjetër që do të dështoni. Edhe numrat s'do t'ju hyjnë më në llogari, edhe pse jeni shumë në numër, nuk do keni më as fuqi, dhe madje edhe erë nuk do të keni. Imagjino kur s'ke edhe erë. Kur të vllazërohemi me njëri tjetrin, kur ta ndjejmë dhimbjen e tjetrit siç e ndjejmë dhimbjen tonë, kur ta shijojmë gëzimin e tjetrit siç e shijojmë dhe gëzimin tonë, siç e ka përmendur profeti alayhis salam në hadith, kur të jemi një trup i vetëm, kur ta dimë që fuqia ime më e madhe është ky që kam në krah, ky vëlla im që kam në krah, me cilin mund të kemi interesa të ndryshme, por dhe ky do të shkojë ke Zoti dhe unë dua të shkoj ke Zoti, por nuk është të thonë se po shkoj ai s'kam për të shkuar unë, jo. Për hatër të ati ndoshta më çon merr dhe mua Allahu xhalleshanu. Prandaj ky ummet do të hyjë në xhenet si xhamat me krye profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.